që e vendimi final. Tani, unë po marr ca deklarata që ti ke thënë, po i rishikoj me VAR që e ti vari dhe e pohon ose jo. Ke thënë që arbitrat nuk do të bëjnë më velisin në studio. Me VAR e vazhdon këtë mendim apo e tërheq mbrapsht? Nuk mundet një ish arbitër që punon në sistem të dalë dhe të bëjë më vjoll për arbitrat, se patjetër që ai do mbrojë arbitrat dhe në çdo gjë do i mbrojë. Ne jemi këtu për të mbrojtur arbitrat. Kam qenë vetë arbitër, më kanë kritikuar, më kanë masakruar, që jam ankuar kurr. Kam gabuar patjetër. Dhe duhet të ma thuash gabimin që unë të përmirësoj. Jo se unë gaboj, ti del në studio e thua ka vepruar drejt. Ka po gënjem. Po gënjem publikun, po gënjem unë veten time, edhe ai shefi që më del që më thot e pesit mbrojta. Çfarë mbrojtë? Ase dua fare këtë mbrojtje. VAR-i ka gabuar. I qëndron akoma? Patjetër. Tu në Shqipëri edhe jashtë apo vetëm tu në Shqipëri? Jashtë gaboj VAR-i, domethënë kur VAR-i është për të shpangur gabimet, si gabon VAR-i? Unë kam thënë pak në mënyrë kështu edhe që VAR-i tani dy atje që rrin duke pirë kafe shtrirë, se kështu e thash një herë, edhe ai tani e shikon shtrirë gjame, kupton? Dhe ai i thot arbitrit që dhe i këmbgul. Dhe arbitri e kthen se unë këtë problem kam, ore s'pash një përveç kësaj vajzës që arbitroi dje. Rustës, që për mua ajo i qëndroi vendimit vet ajo. I qëndroi, po për mua personalisht ajo ka bërë shumë mirë, se ai është një rast shumë i diskutueshëm. Nuk është penallti neto që asaj. Jo, ajo i ka qëndruar dhe unë e di pse, sepse ajo është e bindur që topi, ajo ka dy element, po e them tani, po unë e kam në tjetër nesër. Ajo ka dy element që për mua s'është më. Para njëherë topi është nga distancë largët, por vjen nga dy luftim dhe lojtari që i bën dorë është mbrapa dy luftimit. Dhe topi ka një me atë pamje që kemi parë që i duket sikur i bie njëherë në gjoks, pastaj në dorë. Dhe ajo atë pamje ka. Dhe thret VAR-i dhe ajo i qëndroi. Për mua ka bërë mirë, sepse ajo ka ndjesinë e fushës. Se nuk është penallti. Pa ritmi që ka loja, po. Shkodranët e ka masakruar Rustën për atë. Ja fusin kot. Nuk ka asnjë rast ai që këtu kemi pa raste akoma shumë herë më. Ai është rast shumë i diskutueshëm. Cili është vendimi më i kontestuar që ti ke dhënë gjatë arbitrimit tënd, dhe do e ktheje mbrapsht me VAR apo jo? Nuk kam pasur një ndeshje derbi Tirana-Partizani që kanë qenë 3 penallti që pretendonte Tirana. 3 penallti? 3 penallti. Kur i shikoja ti Flori, atëherë s'kishte VAR, më i shikoja penalltit, një herë më dukesh të treja penallti. Kur i shikoja herën e dytë më dukesh gjysmë, kur i shikoja herën e pestë më dukej asnjëra. Qartë. Çudi e madhe më thosha, si ka mundësi më? Se mënyra se si ta servirin, se si ta shpjegojmë pastaj të fore. Pa ti shkoja pamjet filmike pas ndeshjes. Pas ndeshjes po mbas një javë se u bë nga këto 3 penallti nuk dhe asnjë. Asnjë. Herë më dukeshin të treja, herë s'më dukej asnjë. Një herë pastaj e pranova se ja dërgova edhe një vëzhguesi ndërkombëtar, pse u bë shumë e madhe atëherë. Dhe ai për një ishte edhe ai që kjo edhe mund të jepet. Ishte një lojtar portugez që luante atëherë. Një vendim në karrierën tënde që sot do ta ndryshoje. Po, e kam pranuar edhe publikisht Skënderbeu Flamurtari, penalltia e atij Argentina si kishte? Sosa, po. Me kam pas shef Sosa fort. Atë do e jepja penallti, me VAR do e jepja. E kam pranuar edhe publikisht që kam gabuar, po atëherë s'kishe VAR, normalisht se kishte luksin. Në ritëm loja ajo duk penallti. 100 herë. Domethënë edhe po të bëj pra penallti do ta jepja, po do ta ktheja me VAR. Do ta ktheja me VAR. Nëse do kisha në dorë të ndryshoj një rregull të futbollit ndërkombëtar, kë do ndryshoje? Po tani me VAR-in kam disa, kam 2-3, për shembull kartoni i dytë i verdh i pastër që është i kuq duhet të futet VAR-i patjetër, si rasti i Interit. Po, rasti i Interit që nuk absolutisht po. Kornet janë shumë të rëndësishme, nëse nuk zgjidhet me sistemin e goal-line-it që ta jap automatikisht, se shikoj kornet të gabuara, goli që u bë i Teutës me Ballçin si ishte fare korner, po u bë gol. Dhe këtu duhet të ndryhej se janë goditje standarde. Që rrjedhimisht janë shumë për gol. Tani Kolina ka thënë që penalltia gjatë loje duhet ndryshon mënyrë pra mos jetë që goditet dhe kthehet topi për të goditur edhe një herë. Po të mbarojë. Po thjesht godet dhe mbaron. Je dakord me këtë? Po shiko, të gjithë mendimet që japin për përmirësimin e futbollit. Domethënë edhe unë jam dakord me këtë që mos t'ia krijosh mundësinë sepse aty ç'a ndodh. Është ky diskutimi që futen lojtarë në fushë aty ja heq mundësinë. Domethënë nëse topi kthehet, ti s'ke më të drejtë ta godasësh. E kupton? Po. Sa hajde gjeje tani ti gjithë futen gjatë goditjes. Njëri e kthen, njëri se kthen. Atëherë ajo është se futen dy. Pa nuk është ideja se për shembull kur mbaron loja kuptoj, pra mbaron loja dhe ti ke 5 penallti. Është tjetër gjë, po kur ti gjatë loje i mohon një aksion që është 80% gol,
A nuk duhet të ketë drejtë këtë avantazhe që godet dhe ajo portieri? Po halli është që nuk zgjidh dot të problemin kush futet në zonë. Të futen dy palë. Është problemi tjetër thonë. Kështu që kjo është hedhur si ide, sikurse edhe ideja që ka hedhur Wenger për pozicionin jashtë lojë. Edhe unë jam dakord me atë që duhet të ketë hapësirë, jo e kapi Majën e thoj. Që dele Maja thoi tani. Po duhet të jepet avantazh sulmit, të ketë gola, se po ikën gola nga ai rasti Dinamos të shtunë me të premte. Ka i Berisha, hajde gjeje, se çfarë offside ka. Dëgjova që ka qenë 0.2 mm nxjerr. Apo se nxjerrin to teknologji Po, tonë. kjo Kjo bie në një mes tonat po herë. Mes përmes kokës, në njëri bie vija këtu dhe them ora. Po pra. Kjo duhet të jetë vija këtu si është çik vija trash më të njërin. Ha, po që vija trash me quar. Lorenz, je përpara ekranit dhe po sheh karrierën tënde. Çfarë note do t'i vendosje? Kjo është pyetje për të tjerë, jo për mua. Po për ty një? Thonë që kam qenë arbitër i mirë, thonë, ata që më njohin. Po 8. 8. Nga deri te 10 apo deri te 20 është. Deri te 10. Deri te 10. Pa, ti të më 20. Se po të ishte 20 do ta ndrej, po 8 besoj që mund të arritë 8 apo. Mirë. 8 more për karrierën, por 10 more për bisedën tonë sot. 10, domethënë 9 mesatarë. 9 mesatarë. 9 mesatarë. Dhe para se ta mbyllim, Sa e kam pasur mesatarë në 8 vjeçar? Kur mësoshe? 9.9. Po kush mësove më? Dhe një 9 e kisha nga babai im që më jepte kimi. Pas ke qenë prandaj pas ka rënë mesatarë. Para se të themi faleminderit, ti ke bërë një premtim të veçantë kur luajti Shqipëri-Serbi, që thënë nëse fitojmë atje do të zhvishem në studio. Dhe fituam dhe mbajtë premtimin. Nëse kualifikohemi botëror, çfarë premtimin do japësh? E para nëse fitojmë Poloni njerëz do jemi në stadium. Do jemi bashkë, do jemi dhomë. Bravo. Tani do të zhvishemi atje, do të zhvishemi bashkë. E bën zhvishme të dy. Nëse Shqipëria fiton Poloni, unë dhe Emiri na shikoni pa bluzën në stadium të dyve. Mbaroj, u thau bas. Po nëse shkojmë botëror? Pa pastaj do heqim. Pastaj pak puc. Lorenz, falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit. Ishte një kënaqësi. Ándale.